Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Briqapit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju dhe siç ju kisha premtuar do bëj pothuajse çdo ditë. Por kjo nuk do të thotë që ky mesazh që vë unë sot apo publikoj sot është vetëm për sot. Jo, mund të ndodh pas 2 dite, mund të ndodh pas një jave apo dhe më vonë. Keni kujdes të mbani mend apo të riktheni dhe të shikoni videot, nga që mund t'ju ndihmoj jashtëmanse shumë, qoftë dhe një ky mesazh. Mesazhi i radhës apo i juaj Briqapër të dashur është asi i monedhës. Shikoni në dorë hynore me gjithë këtë monedhë ku i ofron, aty poshtë është vatra, nuk është shtëpia, por është vatra juaj, aty ku ndiheni rehat. Një mundësi e re për rritje materiale, një punë, një investim, një projekt i qëndrueshëm, absolutisht është fara që mund të bëhet pemë, nëse kujdesesh për të me durim dhe përkushtim. Do të thotë, kjo vërtet ka shanse të mëdha të rritet, të bëhet gjë e madhe. Tani, ne po shikojmë në përgjithësi, mund të jetë ofertë dashurie, mund të jetë ofertë martese, mund të jetë ofertë për punë, ofertë për biznes, apo çfarë do të jetë, por një lloj sigurie dhe stabiliteti që e bën të ndiheni të kënaqur. Por çfarë kërkon kjo? Përkushtim, absolutisht. Kërkon kujdesin e juaj dhe durimin e juaj, që këtë farë të hedhur, vërtet të kujdeseni që të rritet akoma më shumë.